po mekanizmi është metodologjia që po krijon grupi koordinativ, që do ketë raport të rregullt, do ketë grup që do ta udhëheqë kryeministri i parë shqiptar dhe mbi bazë, domethënë mujore do duhet të raportojnë se si ka avancuar çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Do të kenë obligim ligjor që çdo drejtori ose çdo dikaster përbrenda 30 ditëve të raportoj komisionit dhe agencionit për nivelin e përfaqësimit të drejtë të komiteteve. Për ato institucione që nuk e kanë zbatuar për shkak pas 30 ditë, jep raport supozoj Ministria e Punëve të Jashtme. Edhe nëse nuk e ka arritur përfaqësimin siç duhet, çfarë masa shkëlqyese të tjera? Tani këtu, unë mendoj se këtu është ajo ana pozitive e ligjit që parashes zgjidhje sistematike nëpërmjet metodologjisë punës që do ta krijojë komisioni. Deri tash kemi pas gjoba të cilat nuk kanë dhënë në efektin e duhur. Leqës ka pas gjoba, domethënë vetëm një gjobë ka pas në 2023-shin, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori thotë ok, do më gjobitni edhe mund të shndrohet në hero, ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese. Funksionari që udhëheq një dikaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nënkupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit të një norme ligjore të kushtetuese.